Familja e veprimtarit Haki Meri akuzon PDK-n për vjedhje masive, për fshirë fondet e luftës dhe ndihmat për Adem Jasharin dhe për shkatrimin e besimit e qytetarët. Sipas tyre, kjo strukturë kriminale njeh Kosovën dhe qytetarin si plaçk, mashtron për lavdi dhe është gati të bëjë pazare me pavarësinë e vendit. Me ardhjen e liderëve të rinj, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani, këtyre strukturave ju pren këmbët, por tani po luftojnë mes vete, duke rrezikuar sërish interesin e Kosovës. Në vijim postimi i plot, ata politikanë që kanë vjedhur votën e qytetarit dhe ja kanë shkatruar besimin duhet të mbahen, duhet të japin llogari dhe përpara ligjit. PDK-ja është e njohur për hajni, krime dhe skema të ndryshme kriminale. Ata vjedhin qytetarin, pastaj vjedhin edhe njëri tjetrin, e në fund presin që qytetari të votojë përsëri. Këta kanë vjedhur ndihmat e dedikuara për Adem Jasharin dhe luftën, kanë vjedhur fondin e luftës, kanë vjedhur gjakun e dëshmorëve, Kosovën e përmendin me fjalë boshe. Lavdi për ta është vetëm mashtrim. Qytetarin dhe Kosovën e shohin si plaçk lufte, gati bën pazare dhe me pavarësinë dhe integritetin e Kosovës. Liderit e rinj erdhën në krye të vendit, me Albin Kurti, Vjosa Osmanin, kësaj strukture kriminale ju prejnë këmbët. Tani, ata po e hanë njëri tjetrin, gjarë për i hanë të gjithë edhe Kosovën vetëm që të lirohet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që të ketë rinumërim të plotë të gjitha votave në vendvotimit në 28 komuna të Kosovës. Po ashtu është vendosur që të shkarkohen përfaqësuesit politik në Komisionin Komunal Zgjedhor në Prizren, ku sipas KQZ-s, Kreshnik Radonishi, janë vërejtur dallime më të mëdha në vota për kandidatët për deputet. Paraprakisht në këto 28 komuna, KQZ-ja kishte vendosur që të rinumëronte vetëm 10% e vendvotimeve, ndërkaq në 10 komunat e tjera vendosi për rinumërim të plot. Vendimi 19 janarit vjen pasi gjatë rinumërimit të pjesëshëm, u vërejtën dallime të mëdha në vota për kandidatët për deputet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit të vitit 2025. Pas zbulimit të këtyre devijimeve, partitë dhe organizatat e shoqërisë civile kërkuan rinumërim të plot të votave. Gjatë mbledhjes, kreu i KQZ-s, Kreshnik Radonishi, tha se mbledhjen e mbajtur nga Këshilli për Operacioni KQZ-s u analizuar raportimi i rinumërimit të pjesëshëm. Sipas tij, dallimi në vend në vota për partitë politike është minimal dhe i papërfillshëm, ndërkaq ai i kandidatëve ka shkallë të lartë pasaktësie.